Hello, nga dita e fundit, e para fundit, nesër është e fundit. Sot të shkojmë të bëjmë atë Gjironanie, të shikojmë dhe Blue Lagoon, që është një nga plazhat më të famshme. Dhe ne shkojmë na hija se shumë nxehtë dhe vapa këtu fillon që në mëngjes. Normal, çfarë tjetër mund t'ju thot Dezi në çdo vlog? Shumë vapa. Duhet atë kodin që kemi të biletës, ta skanojmë këtu dhe pastaj të futemi, ka pak radhë. Hajtë pritani në radhë, është shumë vapë. Thashë, në këtë vlog do të dëgjoni nga unë vetëm është shumë vapë, si në çdo vlog kohët e fundit. Nuk e di pse nuk e duroj dot më vapën. E di si më duket sikur do mbiet cikët nga vapa. Imagjinoni një person që ka vajtë në Dubai edhe në Katar 3 herë në gusht. E nuk duron vapën këtu në Maltë. Por dhe këtu nuk është se po bën më pak vapë se atje. Shumë prej. Ta gjetën vendin më të mirë, janë shtri e li. Tri dhe kemë më zë. Not a very good idea. So please, no fancy photos. Where's walk? Na shitëm dhe bileta tjera këtu brenda në vrak. Pra kemi paguar dhe 40 euro për 2 persona për të parë shpellat, sepse kjo është anije e madhe. Kjo e madhe këtu. Që Enjoy it, see you later. po, në rregull. Faleminderit. And wear your seatbelt, please. Seatbelt. E unë po shikoja ku është. Dhe bëjnë dhe kështu shaka. Janë humorista. Italiano. Uroj t'jetë në gjë interesante se as lloj nuk futemi dot. Thjesht do shohim shpellat, kaq. Ma më pëlqen kjo xhiro se shpejt, shkon të kështu, shkon të kështu. Agora put music. Quiero verte, que nadie me está viendo. Si no me conocen, sé que suena loco, pero me gusta tanto. Mam që është për 100 euro e vro. Por kizho me desh. Solito estar cuando Ordinære affære. Tani më ka marrur ria dhe po më vjen era që po gatuajnë, sepse do kemi dhe drekën këtu. Ne kemi dhe sanduiqe me vete, për atë se kemi marrë sanduiqe, po do ta provoj dhe ushimin këtu, se është brenda në shpëtim. Harrova t'ju them se sa kemi paguar. Kemi paguar deri tani 300 euro. 300 euro. Jo, mund të hidhesh. Nuk i pëlqen donit, si bukur është. Nuk është aq keq. Okej. Tani, si shpellat e Lukovës, ose shpellat e Zakin, thos, nuk ka të krahasuar, janë shumë të bukura të tonat, sidomos Zakin, thon ne. Shiko, uj nuk shahet, nuk është keq. Moje. E faftova hagele. Oje. Det här var jag mor. Ashe mirë, më pëlqen dhe ty.
Të pëlqen. Ik merja dhe Elit një. Ai shkojmë bash. Jo, nuk duhet që Kaq. Pëj që kam me. Po hypim gjithë të mal tani. Po hypim gjithë të malore. Që të shkojmë nga ana tjetër. Se kam parë në Instagram që është bukur. O, sa bukur duket nga lartë. Sa bukur duket. Të thash të vim këte, shiko sa bukur është. Po që ka shumë njerëz. You can choose which one you want. Kjo, po. Provoj njerë. Odon, është shumë e mirë, merë edhe një tjetër, të lutem. E mora për Elin. Merë edhe një tjetër se është shumë e mirë. Gjë më mirë që kam pirë deri tani. Kjo është ndalesa e fundit. Por që po përtojmë që të futemi. Ka ikë dhe dielli tani, është në një deri ku sheti tani këtu. Është në një gjë e veçantë e bukur që t'lidhesh, kështu që është. Kote, këtu. Skalla e këtija. Po zbritëm dhe nga Hania dhe po shkojmë të lajmë në hotel, të bëhemi gati dhe të dalë. Më thoni pak çfarë note i vendosni vendit që pam sot, vendet se vizituam disa. Magjele, ke i pari. Ka Magjele. Magjele. 8, pse 8 dhe jo 10 për shembull? Nuk pëlqeja shumë. Jo. Okej. Po t'jeli? S'u ka shijova shumë. Si jo shijove, Tet, si po jo them. fare. 8, okej. Okej, unë po them një nënt, mund t'ishte akoma më bukur nëse nuk do kishte aq shumë njerëz, sidomos te Blue Lagoon. U ishte i bukur, nuk ishte aq, nuk e kuptoj pse si pëlqeu këtyre. Po ti don I bën notën e Agjelës. 8 dhe ti? Pse? Okej, kishte plazhe. Nuk se më pëlqeu shumë për punë të drejta, po. Pse? Okej, kishte plazhe të bukura, po duke krahasuar me plazhet e Greqisë, Nuk krahasohet. nuk krahasohet. Okej, akoma ata. tamam. Se dhe Shqipëria ka plazhe të bukura për aty. I bëj qefin, po. Atë po thonim neve që në një moment, rrova t'ju them, takova dhe 2 vajza që më njihnin nga YouTube-i dhe nga Instagrami. I përshëndes nëse shikojnë këtë video. Dhe po i pyesja nëse i ka pëlqyer vend, sepse dhe ato ishin me pushime, po kishin ardhur nga Italia. Dhe më thanë që bukur, deti okej, thanë. Thash okej, por si deti i jugut të Shqipërisë nuk është. Kemi vend, do më thënë, nëse merr skaf, kemi vende shumë më të bukura në Shqipëri. Po okej, kur vjen në një vend të huaj, në një shtet tjetër, mirë është të vizitosh dhe të shikosh kulturën e tyre dhe detin e tyre. Kështu që paj, këtu pronotuam atë neve. Këtu pronotuam Hanien. Se nuk e pronotuam në hotel. U veshëm. Dhe tani po shkojmë që të ham darkën, jam skuq pak si që shikoni, vetëm Meli nuk e ka zënë dielli sot. Ne të tjerat ma ka zënë, në ka përcëlluar dhe në fytyrë më ka zënë dielli, se nuk vendosa krem me zjuara. Do vjej.
Ja, se na pret poshtë. Duhem pak veshje tani. Merë qik çantën. Hajde, Agile. Kam veshur këtë kropin. Nga Saudeza që ky busi ka është për vjet. Këto pantallonat janë 3 apo nuk duken nga Saudeza. E ka veshur këtë setin leti. Ja ktheu pak çof veshjen e li. Nga Saudeza. Kam dhe unë këta. Që ka? Që ka ti? Na që u bënë më shumë. Jo nuk dua tani. E ta shoh Eli mori makarona. Më duket se vetëm Eli ka bërë zgjedhjen e dur. Dhe vëllai plam. Ti pala në të ditë. Një notë për ushimin që e ngre. 10. 4. Po më pëlqevi shumë. 10. 4. 4. Don, çfarë notë i vendos ushimit? 10. Unë një 6. Për çmimet aq të larta që kishte, për mua nuk ja vlente. Vetëm Elit dhe Donit i pëlqeu. E vetmja gjë e mirë që ishte me këtë lokalin që kishim shumë afër në Kem dhe nuk kishim nevojë që të marrim taksi. Kështu që kudo që të shkonim bashkë me taksin, atje do na shkonte fatura. Hajt. Po të them të drejtën, nuk është se kam ngrenë deri tani ushqim të mirë këtu në Malta, përveç burgerin që kam ngrenë ditën e parë, që këta të tjerë nuk është se kanë pëlqyer, mua më ka pëlqyer shumë ai burgeri japonez. Ditë të tjera asgjë nuk ka pëlqyer. Po pra vetëm burger. Po ç'të them, ajo më pëlqevi mua. Vetëm burger. Çaj thonë. Vetëm burgeri më ka pëlqyer, asgjë tjetër. Mëngjesi fare. Jesi është katastrofë. Do të thënë ka bollet, por është çdo gjë pa shije, s'ka krip, s'ka. Qa punë edhe kryp tjetër të pa shia? E vjen keq se është dyqan shumë i vjen keq se është hotel shumë i bukur dhe ja prish ushqimi. Mirëmëngjesi nga dita e fundit këtu në Malta. U zgjuam ora 7:30 dhe do shkojmë mirë lart në domin të zëmë në një vend të piscina. Se do lëm hotelin orën 10 dhe jemi këtu deri në 11 të darkës. Kështu që nuk do kemi dhomë dhe duhet të zëmë në paktën lart të piscina. Shkojmë në zemë në një vend të mirë, pastaj do shkojmë të hamë mëngjesin. Ti tërgoj veshjen? Kam veshur këtë setin që ma keni parë dhe në Bali, vetëm njëra e kam vesh në Bali, s'kam vesh më flow, me kostumin e plazhit që kombinon fix me këtë setin. Dhe nuk është hapa këma pëshina. Ka këtu orë hapet. Nuk qenë ka hap, o sa mirë qenë ka tani, pa njerës fare. Sa super. Hapet në orën 10, ku është ora që pash po ja. Ne donim që në 6:30 të shkonim të pishinë. Si gjithmonë. Si gjithmonë. 6:30, 7:30. Sa është ora? 7 ca mëngjesit. Do shkojmë të zgjojmë njëra ata, apo do shkojmë të hamë mëngjes e pastaj gjejmë? Ma hama atje. Okej. Po ikim, po lem dhomën. E kam rregulluar çantat, valixhet dhe gati për të ikur. Do vini? Apo do qëndroni akoma këtu? Bërë kohë tjetër. S'kan ligje. O Eli, do të bësh ti në një kohë tjetër. Hajde se e gjeti Eli një. Ash bosh? Hajde se e gjeti Eli një. Si ka mund si hapen ka shkollaj të tjerëve? Kështu do hapen dhe tomat? Hajde se ka hap. Ka hap Eli një që është bosh. Hajde.
E provon ka kodin. Ka vu kod të saj. Kodin si. Prena hopër. Ose provon, sa rena hopër. U nisëm për Ndina ja. Ndina. And Sunday variations. Grab yours today. Only Jewel restaurants and the Hyatt Centric. Enjoy mouth-watering barbecue. Sa po erdhëm, që nga shumë vap. Si gjithmonë unë që flas për vapën, dhe më duket se hyrja këtu është pa pagesë. Të shohim. Sa vend i bukur duket, e? Për zotin. Jo, është më bukur se Kalaja e Korfuzit, më don. Shumë bukur dhe shumë e rregullt. Do shkojmë të shikojmë këto, rrugicat, e? Po. Që nga kështu kish. Ai, minha mexedinha. Manera ng pagamento, las piedras rotas. Si është brenda, mo Agile? Mos është bukur me pi në një gjë. Shif Agile, është bukur. Është i vjeqëm. J'ai été il y a 10 minutes. Mdina apo Emdina? Se dëgjoja dhe disa që thënë Emdina. Që nga shumë e bukur. Që ishte pak më freskët, do ta shijonin akoma më shumë. Se po i bëjmë pak këto xhirot kështu shpejt me nxitim. Se duhem t'ikim se nuk duroj të vapa. Po ja super vlen që nëse vini në Malta ta vizitoni. Edhe pse është vap, duhet ta vizitoni. Më duket se ky ka qenë kryeqyteti i Zhyrja, aja. Ua, këta që i kishim atje. Që kishim të tragetit dje. Po, që to është Agile Palestina. A ka ndonjë gjë interesante aty që shkojnë e shohin Gjikeli? Base. A, bukur. Shumë bukur. Tani nuk e di a e përqafon ky apo po mbështetet te Eli. No, për të lidhë furt. Po duket këte erdhëm ne, e do?
Qenë ka shumë bukur këtu. Unë 2000 lek. E ke seriozisht 52.000 lekë? Po. Mund të vesh një kështu magje dhe një dëshirë. Edhe hedh lekë këtu që të plotësohet. Prit se do... E mori shumë seriozisht. Do ta vesh siç duhet. Bëj në i faca. Bëj në i faca më bab. Amore. Cringe krejt. Bëj akti. Se para. Presim tani taksin që të shkojmë në Valeta. Se ka marrë akoma, prit të marrë njërë. Sa bukur ishte aty Agile. Më kanë ditë më shumë lek në taksi sa në gjithë udhëtimin. Morëm tani taksi, aplikacionin Bolt, por gjithsesi 30 euro bëri që të vinim këtu. Tani kjo do. Sa do të ishte 17. Për të shkuar në Valeta. Pastaj nga Valeta do ikim në hotel, pastaj nga hoteli do ikim në aeroport. Duhet kishim marrë makinë me qera, më duket. Një soj ka shku, si me makinë me qera. Pra, do vuaj e pastaj se ku të parkoj. Pa. Sa po erdhëm përsëri në Valeta dhe ne në fakt e kemi parë ditën e parë që ka qenë errësirë, ka qenë natë dhe nuk është se dukshë shumë, e bukur u duk dhe natën, por tani qenë ka një mrekulli vërtet, është shumë bukur. Fullemi dhe këtej të shohim, se na tha taksixiu futuni sa shumë bukur këtu. Të shohim. Sa bukur. Por e qenë ka shumë e bukur Malta, Dhe normal është shumë vap. Jo, i devon. Olha, atenção. Bie djeli, po dal ta bëj një foto. Ma shturi, ta bëj një foto. Kjo tani se çaj bie të jetë. Nuk e di, prandaj duhen dhe guidat që të shpjegojnë për çdo gjë rreth historisë të vendit. Shikoni pak se sa shumë njerëz ka. Shikoni pak. Çejta. Ka ikët. Ne kemi porositur burger se na doli në TikTok një greke që kishte ardhur dhe thoshte duhet më patjetër t'i provoni. Ink quhet lokali. Ink Burger është këtu, edhe ka edhe këte, pra është i njëjti që ka edhe këte lokalin me makarona. Dhe doni mori makarona, carbonara. Agilo mori burger dhe unë me Elin morëm burger. Doni po pret. Ore si nuk hengra njërë mirë unë këtu. Nuk më pëlqen fare dhe po më vjen aq i natë se ndikohem nga interneti. Më doli një greke në TikTok që thoshte që i ka shumë të mira. Nuk janë fare të mira, janë skandal. Dhe më vjen një natë tani se dhe që më vjen keq se e mora dhe më vjen keq ta lesh. Po më vjen dhe një natë se kila po ngren. Thank you. How much? O Agile. Gjëja më e mirë që kam bërë ndër kanin.
Sa I vendos? 10. Ky kameramani nuk po bashkëpunon fare me mua, ky kameramani këtu. Erdhi taksia, nuk besohet. Jo, nuk Do mbiet fikët nga nxehti. U talla më Eli, nuk erdhi. Shumë vap. Merret fryma në vapa. Mire ti dyra kjo. E jam lyer me lipstikun kudo dhe nuk të thot kush gjë, të lejnë kështu të lash natë. Qa the? Ti do shikojmë ne. Po s'pat mua që do shikoni ju. Po fryn pak. Ja po kot. Po fryn pak. O, Agile, do shkojmë të hedhim pak ujë nga divani. Aroma. Katër, 1 minutë. I mora mësysh unë taksit këtu, për zotin, I mora mësysh. Ati ku thoja unë që sa I thret vinë për 1 minutë I kje në vend aty ku je, nuk e kemi iden sa herë kemi bërë cancel, sepse vazhdimisht thot 6 minuta, 5 minuta, 8 minuta. Ta kemi met këtu në mes të vapë. Qa është ajo? Sa është e jona? Plasëm. Po erdhët në martë, hajdeni në shtator, mos ju them në fund të shtatorit. Mos hajdeni tani nëse jeni njerëz që nuk duroni do të vapën si unë. Ose qëndroni vetëm në vend të freskët, qëndroni në hotel, në restorante, në piscina, në ditë brenda, jo jashtë. Agile, sa minuta thoto? Erdi? Ke ka qurë që thua erdi, po ku është? Erdi! Hajde. Erdi! Erdi më në fund. Ishin grek ata, aty Eli. So we're going to Novo Hotel. Yes. So we just pretend we just came out from the television. I bekuar qofshor njeri, Qa thamë? për zotin edhe pas ka fresk këtu. Kalovi këtej, sa bukur. E shumë e çuditshme që temperatura tregon sikur është 34 dhe e ndjen sikur është 44. Është e çuditshme, vetëm 34 është temperatura. Shumë nxehtë është. Po e ndjen shumë më shumë vapën, për zotin. E di si më duket. Prapë edhe në Dubai ku kemi qenë nuk qëndronim shumë jashtë neve që ta ndjenim ka shumë nxehtin. Ti mos krahaso Dubain e këto vendet ku ke kondicioner rrugë. Po, mban mend ku kemi në Katar që kishte kondicioner në rrugë. Ishte bukur. Nese Katari, Dubai dhe këto bukuri tjetër dhe çdo gjë është ndërtuar dhe e sajuar. Po. Kupton, kurse këtu janë të tyret. Sa më pjetu ujë tani, thash Agilos 3 herë I ble ujë, nuk na ble ujë Agilos, s'na ble ujë. Ti qa për ujë? Marova. Shumë nga ju më thoni pse Agilo nuk është aktiv në YouTube, nuk flet, nuk... Është bëj turpshëm djali nga që tani është rrit, ka gjetë dashur. Bravo. Se lejnë, që të themun, se le gruaja të dalin video. Qa të bejo njerës? Kur të marri leje, që do vlasi, atëhere do thuaj të flasi. Shikoj në ato komente, shikoj se qatë të thamë. Magile, po si kur ti themi që ti do flasësh, po nuk do përgjigjesh në vajzat tjera në komente. Thuaj mbushet mendja, po shumë egër. Kemi ardhë këtu te piscina. Ili me Agilon janë poshtë. Kemi qëndruar pasi erdhëm domethënë nga Xhiro që ishim në Valeta dhe në Medina. Kemi ardhur në hotel, unë me Donin shkuam lart te piscina dhe qëndruam pak atje, futëm në piscinë, kurse Eli me Agilon qëndruan poshtë te recepcioni dhe janë mërzit. Normal, kur pret që do t'ikësh dhe nuk lëviz, mërzitesh.
Jo, unë me dorë nuk naqa të dyshina, të them të drejtën, ishte nxehtë, normal, po kur qëndroje brenda nur ishte okej. Zbra do të vlogse muzikën maksimum, kishte edhe shumë njerëz. Tani po shkojmë marrë në një të marketit, se për pak do marrim taksi në telefon të vit na marri. E ti ikim në aeroport. Do marrim Boltin. E ftohta? Nuk gjejmë në asnjë dyqan ujë të ftohtë, janë kudo shumë të ngrohta. Dhe plus që në disa dyqane ka aq erë të rëndë. Po e si duroj aty brenda. O, më zori stomaku, një erë aq të rëndë. Po ishte i vetmi që kishte ujë të ftohtë. Sot. Po ikim. Ellington. How are you guys? We're fine, how are you? Qyre është aeroport i vogël e nuk vënon shumë këto. Nuk e di këta flok të mja skandal. Këta i kontrolloj ku i gjejtë parfumet, si gjithmonë. Ja, dhe këta dy tjerë. Si përfundojnë kështu në çdo udhëtim në këtë gjendje. Pse ben kaq ftohtë, pse ben kaq ftohtë. Në këtë udhëtim jam mankuar vazhdimisht për vapën. Dhe tani në avion ngriva, po vdes në ftohtë. Edhe se kuptoj pse e ben kaq ftohtë, pse e ben kaq ftohtë, ngriva. Si gjithmonë, nuk kam bërë mbyllje. Domethënë, jemi disa ditë, pasi jemi kthyer nga Malta dhe tani, hello. Përshëndetje. Po udhëtoj me Donin për punë këtë radhë. Pra, erdhëm nga Malta, qëndruam 2 ditë dhe tani po udhëtojmë për punë dhe normal që këtu gjeta kohë të lirshëm në makinë të editoj dhe më ka zënë makina, nuk e keni idenë sa kohë kisha po më zënë makina duke qenë se isha vazhdimisht me kokë ulur duke edituar dhe është komplet kthesa kjo rruga, vdiqa, më ka zënë keq, shumë keq makina. Gjithsesi, pak rëndësika, që po ju duhet ky detaj juve ndoshta se duhet fare, gjithsesi, hajde po e them, se kush e di se si dukem në fytyrë, as veten nuk po blëndzir zorët, s'jam hiç mirë. Njerëz, kjo ishte video e Maltës dhe si gjithmonë unë harroj të bëj mbylljen, kështu që po e mbyll tani, sepse pashi s'kisha bërë mbylljen kur po editoja. Malta ishte shumë e bukur, falenderojmë pafund Noa Travel që na mundsovi këtë udhëtim dhe na bëri këtë surprizë dhe ju sugjeroj edhe ju të bëni surpriza të tilla në njerëzit që doni, se nuk ka gjë më të bukur t'i bëni udhëtim dhe t'i bëni dhurat një udhëtim dikujt dhe mos të di deri në moment të fundit se ku do shkoj. Është shumë gjë e bukur. Doni, pse s'ma bëj një dhuratë të tillë mua? Po ma afron ditëlindja. Kena të fshet. Ma bëj një dhuratë si kjo. Po, okej, s'ka gjë, do bëj sikur s'diun. Më thuj tani ku do të më çosh edhe do bëj sikur s'diun. Në dërgu të shtëpi. Kërkoj shumë unë nga udhëtim në udhëtim. Nese njerëz, për pak kohë kam ditëlindjen. Përveç ditëlindjes, do ta vë tani në seder që të mundohet bëj ndonjë gjë. Përveç ditëlindjes zotëri për disa ditë që kam pas një javë, më pak se një javë kam ditëlindjen, kemi dhe 20 vjet bashk. Kemi 20 vjetorin për vjetor. Kështu që nuk e di çfarë do bësh, mendohu mirë. Çfarë të mendoj më pak tash. Si thoni ju? Te shtëpia. Shkruani këtu në koment
jo, komentet të shohën. Shkruani donit në Instagram se çfarë surprizat më bëjnë mua. Jepini ndonjë ide se nuk ka fare, por ide për surpriza është zero. Zero. Këtu do ta nxjerr poshtë. Është zero njerëz. Unë vdes t'i bëj surpriza. Ky do më thënë hiç nuk e ka fare. Ky është auto komplet. Fare zero ju. Ne jemi në videon e radhës, uroj të bëjmë një vlog para se të filloj, para se të vijë ditëlindja ime. Me siguri nuk do bëj vlog në ditëlindje, se do më ngrihen nerva, duke qenë se doni s'do ketë bërë asgjë, kështu që Do qetësohet prapë. të qetësojmë. Nëse njerëz, ne do shihemi në videon e radhës, mos harroni të bëni like, subscribe, komentoni çfarë doni dhe ju dua, faleminderit që më mbështesni në çdo video. Dua të falenderoj pafund edhe të gjithë ju që keni ardhur te dyqani dhe më keni takuar. Jeni shumë të mirë dhe normal faleminderit dhe të gjithë ju të tjerët që nuk kemi takuar asnjëherë nga afër, por gjithmonë me komentet tuaja mua më zbukuroni ditën dhe me mbështetjen tuaj. Dhe qoftë edhe ju që nuk komentoni, që vetëm i shikoni videot, ju falenderoj pafund, ju jam përgjithmonë mirënjohëse. Mirupafshim. Bye. Bye.